e laserave tjerë. Dhe më thonë, na kemi marrë tash vetëm se një aparatur të re që të vazhdojmë me të rjesim në nivel gjenerata fundit. Të jemi në nivel me çdo shtet tjetër në perëndim. Ky lloj laseri është ekskluzivisht për largimin e syzave, largimin e dioptrisë. Okej, pse si ke largu tuat? E kjo pyetje me vend, realisht. Pse? Është kjo. Kjo është ajo që neve na ka dalluar si klinik, që 20 vite funksionojmë, sepse ka kritere se kush ka mundësi me hek syze. Okej. Kush? Kjo përgjigje për gjithë ata që... Për gjithë ata që, domethënë, shfrytëzohen 3 kritere që duhet të jenë të pavjetueshme që duhet mi përmbush gjithçysh. Kriteri i parë është mbosha mbi 18 vjeç. Mbi 18 vjeç. Po. Nuk guxojmë në 18 vjet. Kriteri i dytë... Këtë kritere plotësoni ju? Po, plotësojmë. E dyta? E dyta domethënë është të ata personat që duhet përcillet dioptria për 2 ose 3 vite nuk kemi lëvizje të dioptrisë. Okej. Për arsye se laseri e largon në rritje. Në rritje. Laseri largon atë dioptri që e ke, jo që e ndal dioptrin. Për arsye nëse keni dëgjuar një herë thotë ju ka kthy dioptria. Dioptria nuk kthehet realisht. Po dioptrin e ke bën në momentin kur ty ende s'tok është ndal rritja e dioptrisë. Okej. Kupton. Edhe kriteri i tretë, ne i bëjmë disa fotografime ose disa ngjëzime të thella të syrit, ne e quajmë një topografi të kornezë, që pa ato asnjëherë nuk futemi në operim. Realisht ai na tregon komplet është lloj skenimi i syrit. Na tregon ato lakueshmërinë e kornezës, na tregon ato që na e quajmë si aberacione, realisht na tregon trashësinë e kornezës. Personat që nuk kanë trashësi të mjaftueshme, ato ka rregulla, ka kritere, ka protokolle. Ai person që nuk e mbush realisht atë kriter nuk guxon të vohet. Për arsye se rreziku i komplikimeve është pastaj shumë i madh. Edhe një kriter që na e fusëm, laseri nuk është operimi obligativ. Laseri është zbuluar për ata persona që nuk dojnë me bajt syze. Spari është zbuluar për sportista. Ama nëse së pari këto kritere i plotësojnë. Patjetër. Asnjëherë nuk do të mi aty në 3 kritere bazë. Pastaj kemi edhe nën kriteret vogla që na i mbush triat, por nën kriter më i vogël na i humbur. Po di, për shembull sheqeri. Sheqeri është një problem tjetër. Sheqeri nuk e se laseri veprimin e tij e ka në korne, këtë xhamin e syrit të parë që ta kuptojnë shikuesit tu. Realisht, sa sheqeri bën dëmtime në retinës. Ai shkakton probleme të tjera. Pa nëse futën pastaj te sheqeri realisht ende kanë popullatën tonë, një numër shumë i madh njerëzve që nuk e dinë që sheqeri dëmton syrin. Nuk e dinë, realisht. Kështu që kjo është ma e keqja, realisht, që unë mundu në çdo emision televiziv që kum shku, kum desh me potencu këtë. Çdo person që ka sheqer s'paku një herë vetë duhet kontrollohet. Pavarësisht që thotë unë jam mirë. Për arsye se sheqeri fillon në një dëmtimet i bëj në periferi, ti shef shumë mirë. Po kur vjen në qendër thotë mu dëmtume, jas tu ka dëmtume njëherë. Po ndodh një moment e humë tani, po është shumë vonë. Se syri ndryshe quhet edhe si pasqyrë e organizmit, ose dritare e organizmit. Ne përmes syrit ndonjëherë i zbrojmë shumë smundje në organizëm. Që asaj